Vitet e pleqërisë po e shoqërojnë përmes rrudhave në fytyrë. Flokët e thinjur janë dëshmi se një ditë gjithçka ndryshon. Por për 75 vjeçarin Faik Krasniqi, fshati i tij Grashtica ruan ende të njëjtën dashuri. Mes këtyre maleve që sot gjelbërojnë hishëm, Faiku ka kaluar disa vite të jetës, herë duke punuar e herë duke udhëtuar drejt shkollës, si një djalë i ri. Faiku kishte mposhtur frikën duke udhëtuar edhe mbrëmjeve në përmale, vetëm që një ditë të shkollohej dhe të bëhej ai që kishte ndruar gjithmonë. S'kam pritur fare, për atë arsye se kam respekt për gazetarin kështu, edhe djalim ka punuar shumë, gazetar dhe di këtë farë profesioni deri dikun. Edhe po, për vete në këtu kom lind, këtu jem shkollën fillore, një pjesë fillores në Vukar, ka qenë bukur largë, tani normali, një 5 vjetë atëherë. Ka qenë pak kohë vështirë për atë arsye se udhëtimi ka qenë, unë kom udhëtuar malit, për shembull, 2 orë 15 minuta një drejtim ka qenë. 5 vite që është me radhë. Mirë po, qashtu, dashtëm, kishe me kry diçka. Masaneja kom fillu punës, me korespondencë kom kry histori, gjeografi, gjakovë. Pak e kom ushtruat profesion të historisë dhe gjeografisë. Krasniqi tregon se rrugën për në shkollë e bënte i vetëm, në mes të pemëve të larta, ecste një djalë i vogël. Ai ndal me ne një moment kur në mal kishte takuar edhe profesorin e tij, i cili kishte thënë se duhej ta vriste ose frikën ose shkollën. Po për shembull nga Krasnica kur kom kry klasën e 4, shumë pak vetë kemi shku në Vukar. Vajzat mua absolutisht se jo. Po edhe kur e kemi kry klasën e 8 në Vukar, shumë pak kemi shku në për shkollat mesme. Me thonë 3-4 vetë si kemi shku. Edhe kështu që ka qenë e vështirë, për atë arsye se kjo anë udhëtim s'ka pas, qarkullim të autobusëve s'ka pas, të mjeteve jo, rruga e kishe, edhe kështu që dash kam vazhdimisht me shku. A u dash me vazhdu në Prishtinë apo ku? Në Prishtinë, gjithsesi shkollimin e mes. Bile më kujtohet një rast një ere, unë kom zbrit kësaj bjeshkës këtu, të Gërmis, dikun mili qenë Gërmis, një farë vendi i rrëpishëm është, edhe ka qenë një profesori imi, pja përmenin e emnin se jetat më një Sedullah Brestovci, a i banaj ka tu në konvikt normales, me familje, edhe takova. Atëra na mja dha dorën profesorit të konë pak e madhe, edhe për neve, ma dha dorën, më pyti qësaj dhe i bje, tha qësaj. Më tha, po frigosh, unë i rrudha krasë, u frigojsh, më rajke natën me arkëni. Në përmal, a? Po, në përmal, po. Më tha, ja vraje shkollën, ja vraje frikën. Tha, po të këshilloj, tha me vra, tha frikën, se gati e paske me vra. Adin, se e kisha mbaru klasën e parën, e veç ditën isha, e paske vra, tha frikën, gati e paske me vra krejt, e vraje krejt, se s'ka kur gjo. Edhe me të vërtet jam bind që ato farë besniti që janë, jo, ka diçka natën e mos u mushët me një. Kështu Faiku rrëfen se kur i kishte kuptuar që kishte vrarë frikën, donse gjatë rrugës ishte përballur shpesh edhe me kafshë të egra. Kur e vrejte që ke vra frikën dhe po doj me vazhdu shkollimin? Njerë ka qenë detyrim. Këtë detyrimit shtin me bo gjithë shka, se detyre jemja ka qenë marë në shme, mu shy me fjet me që po dine, s'kisha ku me shku. Edhe ajo ka qenë detyrimin njerë mas pari. E dyta, jam friksu për shama për një zhurmet, një ujku, kur ka bërtit, ose për një leurit një dhejl, për ose që po dine, ose për një njeriu që ka bërtë atëre për jonës Giljanit, ka qenë një farë rrugë kënej si sekrete, si të mos duhane, që zosene ka kontrabandu kjo ona e Giljanit kënej, edhe ata ikshin prej meje, kur pa ishin mu me një qanda, dhe që ashtu, dhe u mësova tani, e pashin sa shkur gjanë njerëzit, kur kanë frikë, ikin ata vetë, kafshët e egra gjithashtu
Jam taku edhe me... A do me thonë një ballafaquna herë? Po jam ballafaqu, edhe me ujqë, edhe me bord madhe, ish lodhe, ish kreti, e kum gju me 2 boca bore, bu largunja 5-6 metra, kum kalu unë, as se ka gjithë gjatë, as mu, as ku gjithë kështu. E do me thonë, ke udhëtu i vetëm, nuk e pas në i... Ja s'kum pas. Ja s'kum pas as një shok, as një fikave veç vetë, i vetëm e kum qenë. Shkollimi dikur kishte qenë tabu, madje deri në atë mas sa që prindrit që i dërgonin djemt në shkollë ofendoheshin. E dim që atu nuk ka pas shumë që kanë përfundu shkollimin e mesëm, e lere ma për shembull normal nëse me vazhdu gjithë diçka tutje. Përveç rrugës që përmende që ka qenë dhe s'ka pas infrastrukturë, nuk ka pas linja të autobusit ose diçka tjetër, që ka ndiku që mos me vazhdu shkollimin tutje? Ka qenë edhe ajo bindje e gabushme të një pjesë madhe e prindërve. Për shembull, baba im ka vdek shumë herët, edhe unë dikun 20 e pak vjetë i kom pas, tani fëmijë tjerë ma të vegjëlsone. Edhe një rast, për shembull, ka shkuaj, ka ditë me falë namaz. U koni e ka kryeni para shkollët me i tepit katonëve që ka, jetë nivellit ku që disa. Mirë po ka pas zatë bukur, edhe kështu që ka qenë një privilegjum kështu nër hoqët, edhe kur kanë falë namaz. Edhe a i shkon të një motër e vetë të konjosh të hadës, dykon me nejtë atje, dhe bum një 3-4 neta niftara, që vëdhjone. Edhe disa prej pleqve këtu thët hupi musliu, edhe s'po vjen. Pa thët, s'ka qësh mës me hup, thët e ka quë djallin më bosh tje, më falni që e përdora këtë term, thët edhe s'ka ftyrë marrë me falë namazë, dhe kështu, ka qenë një varë bindje e gabushme. Jo të gjithë njerëzit, kom taku edhe plak të kësa janë që thët kom prashit, tanë ditën pra prashit, më mi mësu 3 herë ma Shqip. Një Rahman Berisha ka qenë nalë që ka pas adasi. Mirë po, një pjesë e madhe ka qenë me një farbindje të gabushme, mos flasëm për vajza. Vajza tek kur kemi ardhë gjenerata e jonë, ne kemi bërë 8 vjeqare Grashicën edhe kanë fillu me kryjë 8 vjeqare. Për para vetëm 4 vjeqare edhe ma nesë ka vazhë. Një rast që ai kujton me kënaqësi është ai i një të moshuari, i cili dikur kishte kundërshtuar fushëqishëm shkollimin e vajzave, por më vonë kishte insistuar që ato të shkolloheshin dhe të ecnin përpara. Ja, gjeneratës seme nuk ka pas, po gjeneratës ma të vjetër po mirë po, mrekullia qëndron ata që i njëjti plak më ka kundërshtu me që vajzën në shkollë mesme Niko, ose me prunë në shkollë fillore në klasën e 5, i njëjti dikur tani ka insistu me shkollu vajzën. Natyrisht që edhe na disa kemi punu pa ndërprej në drejtim, jemi mundu mi bind në për mbledhjet prindve, në për ode, në për se duhet mi shkollu. Ma mirë është me të dhoni një injekcion një vajzë jotja se dikush tjetër, ma mirë është me të këshyrë një djali jyti se kur s'mu është, ose që ka bëdi une, që së senesh, edhe kështu që i njëjti tani është pendu. Edhe nështë, kjo ka qenë mrekullia, kënaqësia ime me madhe që edhe i plaku shumë arkaik, është, ka bo këthejst madhe kështu, edhe në këtë drejtim. Po pastaj, ma herët e përmende edhe periudhën e punësimit, në po të njëjtin drejtim, kështu dhe më thënë arsim ka qenë edhe kjo. Qysh e kishit përshkru deri në këto vite sa keni punu, qovë në pozita ndryshme, por në arsim në përgjithsi, si atë periudhë tjetër sa keni qenë si në arsim, qysh e kishit përshkru sot kur jeni në penzion? Ne atëherë kemi pas fondi urve ka qenë normale shumë i gjatë, shumë i malë, për që lëmim si more, si dhe mos gjuhë Shqipe, i kemi pas 7 orë një haftë, ose 8 sigurisht, edhe ditën e shtunë, edhe kështu që ta profesor të anë, ata
me çdo kush kanë kërku rilindaset tanë me i njoftë kështu në hollësive prindarinë e tyre. Edhe kështu që na tani me që dolëm detyrë kemi dasht me ju përngja tyre. Se edhe një roman kur të lexojsh një personazh i këshyr me i përngja pak, edhe që ato është ai efekti pozitiv i leximit e i shabodive e i personazhe pozitive. Edhe kështu që u bë tani ajo puna jonë si mision. Edhe me që ishte mision, tani u bë edhe pasion, edhe qef me punu në drejtim, profesionalizëm, sigurisht, ka vend për diskutime, për unë e mirë, po me gjithate kemi bë përpjekje, jenë bë përpjekje, sidomos gjatë muajit gusht, atëre ka ekzistu Këshilli Pedagogjik i Prishtinës, rajonal, edhe kështu që ata profesor, ata njerëz jenë marrë shumë me neve, 10 ditët e fundit të muajit gusht ja kanë kushtu krye këput metodologjisë të punës për çdo lëmi mësimore, për çdo klas, por edhe me një farë mënyre ka vazhdu një përgatitje jo vetëm normale, po edhe gjatë punës, kështu në vazhdimsi, derisa u shok ai enti pedagogjik në vitin 97 edhe për të madhe ja ku bazonat edhe ma shumë ka ujtu për shkaqe politike. Në moshën 20 vjeçare, Faiku ishte punësuar në arsim. Atë periudhë kujton me nostalgji dhe flet për një raport krejt ndryshe mes mësimdhënësit dhe nxënësit. Në çfarë moshe keni fillu punën në arsim? Unë diku në moshën 20 vjeçare, që të diçka, bële mirë jo, që të diku, deri para 10 vitesh, pa ndërbej këmë punë, vazhdimisht. Edhe si kishit përshkru raportin e dikush mësimdhënës nxënës, për shkak se ma herët gjatë bisedës e përmende që m'ia dhanë dorën profesorët, arsimtarët ka qenë një punë goxha e madhe, jo ndoshta si sot që shqëndron ky raporti. Çysh ka qenë ma herët ai raport? Ka qenë për shembull me profesorët e mi, jo që s'kanë qenë dashur ata për neve. Por raporti ka qenë asofare, na kemi qenë fëmijë prej katuneve, sigurisht ma naiv, sigurisht ma ndrojtur, edhe kështu që na vete kemi kriju atë farë distancën, edhe kështu që edhe tha profesori, nëse kemi diskutuar punë, edhe ma diçka, edhe natyrisht që ata s'na kam mësu për keq asnjëherë. Ata profesorët e mi tani në shku, tani mas meje, jenë shku në për katedrat të Universitetit Prishtinës, geografe, biolog, gjuhës shqipe, historiane. Për shumë mëllaj që i përmene, ka qenë tani një institutin historik të Kosovës. Edhe që nuk kanë qenë ftyra bashkë hajtë qka do, po kanë qenë edhe të përkushtuar edhe ta. Po pastaj kur keni qenë jo vetë në rolin e mësimdhënësit, a keni pas edhe jo atë raporti njëjtë, qysh e keni pas kur keni qenë nxënës, jo që keni pas raporti me profesorin tënd, pastaj kur ke qenë vetë mësimdhënës, a ke pas njëjtin raport apo ke mundu me ndryshu diçka në atë aspekt? Na nuk kemi dasht me i përngjati zotit mësusit Remko, të ai personazhi i afërditës, Sërjes Pasës. S'kemi dash mi përngjati, ai zoti Remko ka qenë shumë i ashpër, edhe kështu. Kemi dash me qenë ma tafërt. Mirë po, ka qenë edhe një problem kryesor, sidomos në këto anë rurale, që influenca e prindërve tek fëmijët e vet ka qenë mos minimale, mos hiç. Edhe kështu që kur mendoj për shembull sot, djali jeme, reja, çka bojnë ato të përgatit fëmijët e vetë, nxënësit e mi si ka përgatit kërkush në shtëpi. Që ka ndihmu, s'ka pas kush që ndihmu kërkush. Dhe me thonë që unë edhe kolegët e mi jemi konë vetëm në drejtim, edhe nuk do të thotë, nuk e përjeshtoj që kur je koni vetëm, her ke qeni pamundshëm. Edhe natyrisht që në herë ndoshta e kemi
tregu edhe ashpërsinë kur dikush s'ka dash qëllimisht me mësu ose që po dinë diçka, di kështu. Se i kemi qenë të vetëm, di kështu, nuk kemi qenë sikur ta tash, sikur fëmija sotit. Këta nuk janë të vetëm, e kanë prindin, e kanë edhe gjyshet i kanë që i dinë, germat e i dinë. Faiku thot se në atë kohë sistemi ishte më patriarkal. Ai kujton edhe raste kur e ëma në mes të natës priste pula e gjela për të pritur mysafirët. Po në përgjithësi kjo marrësia gallopet gati si të njëjta i kanë atë karakteristikat e veta, është vend kodri në Ramalor, qështu. Njerëzit të kaluarën këtu jenë marrë mas shumë të me blegtori, se vetë natyre ja u ka imponu atë drejtimet për me gjallë, edhe bujësia po ka qenë deri dikun, kjo tokë, me gjithse rurale, klasës tullë, po ka dha bukë, ka dha në ushqim, ka dha pemë, për shembull, me kualitet lartë, jo me shumicë, jo sukur sot, për shembull, që gjejmë prodhime ndryshme, as grur, për shembull, s'ka dhënë atë rendiment, sukur që i ka dhënë rafshi, Dukagjini, për shembull, ose rafshi i Kosovës. Ka ma pak, ka mirë po, kualitet po. Edhe kështu që njerëzit kryesisht jenë marrë me atë, me shitjen e druve sigurisht, se ka pas malë shumë, mirë po, sidomos me blegtori. Por ndryshe, jeta ka qenë qashtu arkaike po, ka vizotru oda ka funksionu, ka pas biseda, ka pas histori, ka pas filozofi, ka pas gjithë shka, mirë po, nuk mos me pranu që s'ka qenë patriarkale, se familja si familja është mundu odën me majtë shumë, atje me që fshimin më të mirë, atje me që veshën më të mirë, atje mu dogë bukur, e për këta në tjetër të familje, së ka pak më ndryshe, pak më... Po e quan aqë patriarkale këtë pjesën e qëndrimit në oda, po fokusit madhë të burrave që kanë pas të oda? Sigurisht, ajo, patriarkale ka qenë për shumë se vetëm burrat kanë marrë pjesë aty, kurse bota femërore ka qenë ajo që është dash me gatu, me bo dark në 17 natës, 11 natës. Nona e më thashtë që rëko njëherë durt, pe i reumë me një farë dridhje, një farë shtangimi, dhe pe qëjmë të mjeku aj. Ata tha, unë e di tha pse më kanë rëkë durt. Ashtë pse bre, në më tha, jëmë detyru me shku prej Koçakut natën, mi morë pullat mi prej, natën në gjumë. Thëtë edhe tash, po më hak mirët ajo ka besu që ato sene e kanë ba që kjo më shtëngu. Ajo ishte pejre ume, edhin që ashtu edhe i morë dhe ineksione u shliru, po që ashtu ajo u detyru për shumë në 10-11 natës me prej një pull, e me rjepe, me zije, me javqu musafirve, kurse sot nuk i ka ato gazepe një grua i ka në frigorifer që ato se në frezës. Këtu natën qërshori jenë kanë djegë gjitha shtëpit, bashkë me to edhe odat, krejt, edhe kështu që tani mas nuk ndërtej kërkush edhe në specifika ashtu. Edhe kështu që tash musafirët pritën bashkë me familje, në salon që të bashkë me gratë, me që po dhjo, vinë me gra, qështu edhe kështu që nuk është ma e traditë dhe ma mirë. Në rrodhat e Faik Krasniqit nuk fshihet vetëm pesha e vitev, por historia e një njeriu që sfidoi frikën për dijen dhe ndryshimin, nga shtigjet e errta të maleve drejt dritarja e klasës. Ai mbeti dëshmi se koha mund të ndryshojë botën, por kurrë nuk mund të shuajë vullnetin e atij që beson në ëndra.